Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirë mama, shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin radhës. Tani jemi në javën e dytë, pra në javën e fundit të fushatës zgjedhore, ku partitë politike po bëjnë përpjekje maksimale për të arritur mbështetjen qytetarëve që qytetarët do të drejtohen kutive të votimit me 28 dhjetor. Për të diskutuar lidhur me fushatën zgjedhore që po bën Partia Demokratike e Kosovës dhe konkretisht kandidati i kësaj partie në këtë listë, Leotrim Redkuci, do të bisedojmë sonte në këtë emision. Përshëndetje Leotrim, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e emisionit tonë. Përshëndetje për ju e nderuar, përshëndetje për qytetarët. Jemi në blugun e fushatës zgjedhore. Si po hecen fushata dhe në çfarë dinamike është në kompin e Partisë Demokratike të Kosovës? Po, fushata zgjedhore tashmë e ka marrë dinamikën e saj dhe në radhë e Partisë Demokratike të Kosovës me kandidatin tonë Bedri Hamza, takimet janë të njëpasnjëshme dhe po vrejet një entuziazëm në takimet në të cilat Bedri Hamza piqaset me pragmatizëm, me premtimet të cilat janë të realizuara, të matshme dhe reale. Qytetarët e Republikës Kosovës në këtë moment që ne po flasim këtu, janë duke u përballë me sfida të shumta, janë të përballë me shtrejtimin e çmimeve të cila është duke ndodhur, janë duke u përballë me paga të ulta, janë duke u përballë me faturat e energjisë elektrike që janë rritur jashtëzakonisht shumë, dhe janë duke u përballë gjithashtu me tatimin në pronë i cili është rritur dhe do të rritet edhe në vitin e ardhshëm fal vendimeve të dëmshme të kësaj qeverie, dhe gjithashtu janë duke u përballë me çmimet e shportës së secilës familje e cila është duke u shtrejtuar nga dita në ditë. Në zgjedhjet lokale, Prishtina nuk mundi të hyrë në balotazh, por si subjekt politik ka treguar performancë të mirë, për faktin që në listën e asamblesëve, në listën ku llogaritet lista e subjektit politik, Prishtina ka dalur e dyta. Sot do të jetë mbështetje për juve si kandidat nga kjo dega, një nga degat më të mëdha në Kosovë, po ashtu edhe për Partinë Demokratike, konkretisht për zotrin Hamza, ky numër i rritur i qytetarëve të Prishtinës në mbështetje të Partisë Demokratike. Partia Demokratike e Kosovës tashmë degën apo qytetin më të madh që i ka sjell rezultate në zgjedhjet lokale është dega e Prishtinës. I kemi marrë 30.000 vota, rreth 30.000 vota për kandidatin tonë për kryetar, zoti Orhan Ismaili. Votat më të larta të fituara ndonjëherë për një kandidat që e kemi pasur në Prishtinë. Ka pas një program jashtëzakonisht mirë, ka pas një qasje të afërt dhe ka të kaluar votat e strukturës politike, që kjo tregon shumë dhe flet për një rritje të merituar të Partisë Demokratike të Kosovës në Prishtinë. Ajo fushat e ka dinamizuar jashtëzakonisht shumë në garën zgjedhore në Prishtinë dhe ka ngjallë një konkurrencë të gjitha subjektet tjera politike dhe kemi pa një qytetari aktive e cila ka marrë pjesë me një numër më të madh të qytetarëve në zgjedhjet lokale. Gjithashtu, sa i përket zgjedhjeve për asamblee komunale, Partia Demokratike e Kosovës është e dyta, ka mundur lëvizjen vetëvendosje në Prishtinë dhe kemi afërsisht mbi 1.000 vota më shumë që renditemi të dytë në kryeqytet dhe kjo tregon se është bërë fal punës, fal një ekipit të jashtëzakonshëm të kandidatëve për asamble, të cilët i përshëndes jashtëzakonisht shumë për garën, entuziazmin dhe rezultatin e treguar në zgjedhjet lokale. Unë kur kam hyrë në vitin 2017 për herë të parë në Kuvendin Komunal të Prishtinës, kemi qenë 6 asamblesë, ndërsa tani, që është radha e tretë që kam hyrë në Kuvendin Komunal të Prishtinës, i kemi 12 antar të kuvendit, që i bie që jemi rrit për 100% në kryeqytet nga viti 2017. A do të jetë mbështetja e njëjtë e qytetarëve? Në këtë rast është prapë i njëjti kandidat, po në olëm nga kryetari
degës këtu në Prishtinë, mbështetja e njëjtë e qytetarëve si në zgjedhjet lokale ashtu edhe në zgjedhjet e përgjithshme. Qytetarët e Prishtinës kanë folur me besim ndaj kandidatit tonë për kryetar, zoti Joran Ismailit, kanë folur me besim edhe ndaj kandidatëve për asamble, dhe ne kemi lexuar drejt këtë situatë, të cilës ju kemi përgjigj me marrjen e përgjegjësive edhe në nivelin qendror dhe në zgjedhjet të cilat i kemi tani me 28 dhjetor. Ne nuk do ta ndalim angazhimin, përpjekjet dhe kontributin tonë në mënyrë që të kontribuojmë qytetarëve të ja u bëjmë jetën më të lehtë dhe më të dinjitetshme. Dhe me këtë e kemi adresën e cila është Bedri Hamza dhe Partia Demokratike e Kosovës, i cili e ka një program jashtëzakonisht përmbajtësor që i flet mirë situatës në të cilën ndodhet sot qytetari i Republikës Kosovës e në veçanti qytetarët e Prishtinës, të cilët janë duke u përballur, thash edhe një herë, me një rritje të çmimeve i cili na është bërë armiku kryesor brenda secilës familje, brenda secilës tryez ku ne ushqehemi dhe qytetarët ushqehen, dhe kjo është e domosdoshme që të organizohemi, të bëhemi bashkë, siç është edhe slogani i Bedri Hamzës dhe i Partisë Demokratike e Kosovës, për të ecur përpara, për të bërë Kosovën një vend më të mirë e më të jetueshëm. Lutem, zakonisht secili subjekt politik ka edhe për obligim që ta prezantojë kandidatën e vet për kryeministër. Dhe nëse ndëgjojmë secilin kandidat ose qytetar, militant, antar të partisë, portretizon në atë kuptimin më të mirë kandidatën e vet për kryetar. Pyetja ime është, çka dallon Bedri Hamza nga të tjerët? Pse qytetarët duhet të besojnë Bedri Hamzës e jo Albin Kurtit, ose jo Lumer Abdixhikut? Pyetje shumë e vend. Dallimi që kandidatët tjerë kanë nga Bedri Hamza është i vetmi lider, i cili është provuar dhe është dëshmuar gjatë qeverisjeve në Kosovë. E marrimi nga situata që ka ushtruar si ministër i financave. Bedri Hamza dhe Partia Demokratike e Kosovës e kanë gjetë Kosovën me një buxhet rreth 500 milion euro, dhe me atë buxhet kanë arrit pikërisht në qeverisjen e zotit Hashim Thaqit, Bedri Hamza si ministër të bëj financimin e infrastrukturës shtetërore, siç kanë qenë autostradat, aeroporti dhe shumë projekte tjera infrastrukturore, kanë arritur që të rrisin pagat për 100%. Kanë arritur që të bëjnë zhvillimin dhe ndërtimin e institucioneve, prej shpalljes së pavarësisë deri në ndërtimin e shumicës e institucioneve, të cilat kjo qeverisje tashmë i ka gjetë gati, dhe nuk ka kontribuar në zhvillimin dhe rritjen e kapaciteteve shtetërore për të ndikuar në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Dhe ky është dallimi i parë dhe shumë domethënës i zotit Bedri Hamza për dallim prej kandidatëve tjerë, në veçanti ndaj kandidatit që tashmë ka qenë deri tash kryeministër, edhe i cili për 6 vite nuk ka prodhuar asnjë rezultat prekshëm për jetën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dhe mendoj që përveç saj, ne jemi në një gjendje të rënduar ekonomike. Dhe kësaj gjendje ekonomike nuk ka kush më mirë të flasë e të vërproj se Bedri Hamza, i cili është një ekonomist i dalluar, është një person jashtëzakonisht punëtor, i afërt, i sinqert, dhe ka vendosur që zotimet e tij të jenë të prekshme, të matshme. Dhe ka dhënë një zotim publik që asnjëri nga kandidatët që janë tash në garën për kryeministër nuk e kanë dhënë. Që në rast se nuk realizohen të gjitha zotimet që i ka dhënë, atëherë nuk do të pret deri në përfundim të mandatit, por do të largohet nëse nuk realizohen. Por unë jam i bindur se Bedri Hamza, të gjitha zotimet që i thot, i flet, i mban dhe do t'i realizoj. A duhet qytetari, sepse shpesh herë dëgjohet që është fushat zgjedhore, mund të flitet çdo gjë.
A duhet qytetari që të kërkon përgjegjësi dhe llogaridhënie në atë që premtohet në fushatën zgjedhore. Edhe premtimet që bëhen në fushatën zgjedhore, a duhet të jenë konkrete dhe të afatizuara në kohë, edhe që të kenë mbulueshmëri, sepse shpeshherë po ndëgjojmë gjëra që kemi ndëgjuar 3-4 fushata të njëjta. Rasem, jo që duhet të kërkoj llogari qytetari, ajo është e domosdoshme. Por në radhë të parë, të gjithë ata që merren me jetën publike, politike në vend, duhen t'i kenë zotimet, premtimet e tyre të matshme, të realizueshme. Dhe ata politikanë, të cilët premtojnë, zotohen dhe nuk i realizojnë ato kur marrin pushtetin, ata duhet të ndëshkohen me votën e qytetarëve. Ndëshkimi me votë i politikanëve të cilët për vite me radhë ja u marrin të ardhmen qytetarëve dhe vishën vetë me pushtet e nuk i realizojnë premtimet e tyre dhe kërkesat e nevojat e qytetarëve në një mas, atëherë ata politikanë meritojnë dëshkueshmëri me votë prej secili qytetar të Republikës së Kosovës. Janë përgjithës edhe partitë ish opozitore, në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës, për faktin që tani në fushat po na dalin shumë gjëra, shumë ngecje, shumë regres në bazë të retorikës të partive opozitare. A kanë mundur me përçu mesazhin që këto ngecje, ky regres që ka ndodhur këto 5 vite, që të binë qytetarin që nuk ka ecur mirë diçka, ose është e kundërta, shihet puna edhe qytetare vlerësore. Ne në Kosovë kemi pas një qeverisje e cila ka marrë 51% të besimit të qytetarëve. Ka pas shumicën dërmuese të deputetëve në Republikën e Kosovës. Dhe çdo premtim, çdo punë e cila nuk ka hedhë gjatë kësaj qeverisje me një numër kaq të lartë të besimit që ka fituar nga qytetarët, dhe me 3 mandate të cilat i kanë marrë nga qytetarët, përgjegjësia bie vetëm mbi njeriu që ka qenë kryeministër dhe partisë në pushtet, që janë Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje. Parti tjera, të cilat nuk kanë pas mundësinë që të marrin besimin e mjaftuar për të udhëheqë, mi pa që janë si pengesë apo për shkak tyre nuk ka mujt me hez vendi, është vetëm një mashtrim të cilën e ka bërë Partia Vetëvendosje për t'ikur nga përgjegjësia dhe nga llogaridhënia të qytetarëve. Në këto vite qeverisjes të zotit Kurti, rreth në simbol statistikave të Kosovës, rreth 150.000 vet e kanë shu Kosovën. Nuk është ngritë si tim serioze e partive opozitare. Po ashtu kemi 5 vite qeverisje, nuk është prodhuar asnjë kilovat rrymë. Më shumë. Kemi ngecet e tjera të cilat kanë ndodhur gjatë kësaj. A ka marrë mesazh qytetari që kush është përgjegjës, dhe kjo a ju takon partive opozitare? Unë jam i bindur që qytetari din më së miri të vlerësoj situatën në të cilën jemi duke u gjendur si shoqëri dhe si qytetar. Por në situata të caktuara, si kandidat i ri për deputet, unë mendoj të përfaqësoj pikërisht atë që është ngritja në zërit dhe kërkesën dhe kërkimin e llogarisë nga secili person i cili merr përgjegjësi ekzekutive për të realizuar programet. Dhe kjo është roli i deputetëve në Kuvendin e Republikës së Kosovës, të ngrihen çështje, të parashtrojnë tema dhe mos të merren me tema periferike të cilat nuk ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Dhe mendoj se me legislaturën e ardhshme ne do të kemi rastin të shohim kryeministrin zotrin Bedri Hamzën, i cili do të vendosë një dinamik tjetër nga ajo që e kemi pa deri tani. Dhe ajo dinamik do të jetë dinamik e realizimit të punëve, e realizimit të premtimeve, e realizimit të rritjes së pagave,
e realizimit të rritjes së pensioneve për shumë pensionistë, të cilët duhet të vendosin mes prioriteteve që i kanë në recetat që ja u shënon doktori, sepse pensioni i tyre nuk arrin as barnat janë mbulej. Dhe të rinjeve që për çdo ditë e shikojnë mundësinë për të ikur nga vendi në mungesë të punës, perspektivës dhe zhvillimit. Dhe për këtë Bedri Hamza, programi i Partisë Demokratike të Kosovës do të jetë kyç dhe vendimtar për të ndryshuar rrjedhën e dinamikës së jetës publike dhe politike në vend, ku nuk do të ketë më vend persona dhe politikanë si Albin Kurti që ushqen përçarje dhe polarizim në vend se të ofroj punë dhe rezultate praktike për të cilat është besuar deri tash nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Si subjekt politik, Partia Demokratike e Kosovës keni shpalosur, po shpalosni një program. Cilat janë 3 pikat kyçe që mendon janë qendrore për jetën e qytetarit në kuadër të ofertës së Partisë Demokratike? Pikat kyçe të programit të Bedri Hamzës, ashtu siç është edhe slogani, është që të bëhemi të gjithë bashkë për të ecë përpara. Pika kyçe në program është mirëqenia e jetës së qytetarëve. Rritja e pagave, pensioneve, fondit të papunësisë, pastaj është edhe për pensionist dhe për të moshuar që do të ketë barna falas. Janë çështje praktike që janë shtylla kyçe që ndikojnë drejt për drejt në mirëqenien e jetës së qytetarëve. 2 është kthimi i stabilitetit të institucioneve, që institucionet mos të jenë të bllokuara, të jenë institucione stabile dhe funksionale, ku qytetarët shkojnë dhe marrin shërbimet e tyre për çka edhe është roli i secilit institucion në Republikën e Kosovës. Dhe tjetra është që të shikojmë përpara, ka zhvillimi, ka prosperiteti, dhe mos të merremi me të kaluarën, me ankesat, me akuzat dhe përçarjet, sepse këto tashmë 6 vite kanë kaluar me këtë qeverisje që ka instaluar këtë logjik politike në vend, dhe kemi parë që ka qenë politik në vend numra, e cila nuk ka sjell zhvillime dhe nuk ka sjell rezultate të mira për qytetarët e Republikës së Kosovës. Lotrim, e thatë në rrafshin komunal kemi pasur ngritje në nivel asamblestëve, si dig, si qendër e Prishtinës. A do t'ja delni tani, se duket që keni formuar një rrjet organizativ shumë funksional këtu në Prishtinë, që lotrim Redkoceri të merr besimin e qytetarëve, jeni në listën për deputet në mbështetje të qytetarëve të Prishtinës. Që nga viti 2017, kur kam hyrë në garë si kandidat për asamblest, të cilën mendimin e qytetarëve e kemi kaluar me sukses, në vazhdimsi besimi i qytetarëve dhe votimi në garë që kam qenë, ka qenë në rritje. Dhe në zgjedhjet e shkurtit, unë kam marrë një rezultat që i falenderoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, e veçanërisht edhe ata të Prishtinës, për një rezultat jashtëzakonisht të mirë, por nuk ishte i mjaftuar për të kaluar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, dhe mendoj që kësaj radhe, mendimin e qytetarëve dhe me besimin e plot të qytetarëve, do të marrë besimin e nevojshëm për t'i hapë dyert e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Unë jam i bindur tashmë se ekipi i degës Partisë Demokratike të Kosovës në Prishtinë është një ekip që ka dëshmuar rezultate, është rrit, është fuqizu, dhe ky fuqizim do të përkthehet sigurisht në rezultat edhe më të mirë, ashtu siç kemi shkuar në secilat parë zgjedhje duke u ngritur, edhe në zgjedhjet nacionale do të ngritemi. Bedri Hamza si kryeministër i flet disa temave që janë tema kyçe për kryeqytetin dhe për Prishtinën. Po i marr shembull vetëm 2. Legalizimi i pronave, ku në një masë të madhe, shumë lagje të Prishtinës, duke përfshirë Kodrën e Trimave, Kolovicën
zonën e vjetër të qytetit. Dhe shumë lagje tjera përballën ende me dukurinë e mos legalizimit të pronave, ku qytetarët jetojnë për 30 deri në 40 vite në ato prona, paguajnë tatim, ndërsa nuk kanë letra për tokën në të cilën i kanë shtëpitë të tyre. Dhe për këtë, ne në programin e Zotrit Bedri Hamzës, është i parë që shumë shpejt të zgjidhet çështja e legalizimit, sigurisht duke ndërtuar ligjin, sepse ne kemi ligj për legalizim të pronave, por nuk kemi ligj për legalizimin kemi ligj për legalizim të ndërtimeve, por nuk kemi ligj për legalizimin e pronave. Dhe këtë qeverisja e Zotrit Bedri Hamzës, së bashku me ne deputetët, do të na gjejë të angazhuar duke realizuar një çështje që është çështje kruciale për jetën e qytetarëve dhe gjithë Kosovës. Llogaritën mbi 7 miliard euro kapital të bllokuar në mungesë të rregullimit të çështjes së legalizimit të pronave. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Pastaj edhe unaza e kryeqytetit. Një temë që është fol për vite të tëra. Zoti Bedri Hamza do ta financoj, siç i ka financuar autostradat. Megjithatë në Prishtinë, qeverisë zotri përpara Rama. Pavarësisht kush qeverisë, zotri Bedri Hamza nuk është treguar në asnjë pozicion publik. Person i cili hakmerret ndaj qytetarëve të cilët nuk mendojnë ose nuk janë të subjektit prej ka vjen zotri Bedri Hamza. Ne kemi pa rastin e fundit mbi një klim, mbi një pushtet polarizues. Zotri Bedri Hamza ka pritur edhe një kryetar të komunës në Mitrovicën e Jugut, ku i ka dorëzuar detyrën e kryetarit të komunës. Dhe kjo është shembulli më tipik se Bedri Hamza do të bashkëpunojë me të gjithë. Dhe slogani bashkë përpara është pikërisht ajo që i rrin zoti Bedri Hamza dhe zhvillimit të Kosovës. Financimi i unazës së kryeqytetit të zhbllokoj kolonat dhe zhvillimin e Prishtinës. Dhe derisa zotri Bedri Hamza ka arritur të financoj 2 autostrada si ministri i financave, unazën e Prishtinës do të realizoj në një kohë rekord dhe ajo çështje do të zgjidhet dhe nuk do të ketë më polarizim mes kryeqytetit dhe qeverisë. Në mungesë të vullnetit dhe në mungesë të profesionalizmit dhe inateve politike, e llogave politike të cilat i kemi pa në Prishtinë edhe në qeverisë nacionale. E tham çfarë dallon Bedri Hamzën nga kandidatët e tjerë, tani po themi çfarë e dallon Leutrim Retkucerin nga kandidatët e tjerë. Pse duhet të votohet Leutrini? Pyetje interesante. Unë jam munduar në vazhdimsi të jem në shërbim të qytetarëve, të përfaqësoj qytetarët në kuvendin e Prishtinës për 3 mandate me radhë, dhe jam i bindur dhe jam i vendosur që të jem zëri i qytetarëve në kuvendin e Republikës së Kosovës, në mënyrë që mos të ngrihemi mbi përditshmërinë e cila mund të na ngarkoj me tema të ndryshme, por të kthyerim me strategjikisht me temat, me projektet, me punë, të cilat janë nën kompetencën e institucioneve, qoftë përfaqësuese ato legislative të kuvendit, qoftë kërkimit të llogaridhënies së qeverisë para kuvendit në mënyrë që qytetari të jetë i informuar, të jetë në dijeni të plot se çfarë ndodh me paranë dhe taksapaguesve që qytetarët ja bëjnë buxhetit të shtetit dhe si po shpenzohen e si po realizohen ato mjete në dobi të përmirësimit të jetës dhe të mirëqenies për qytetarët në Republikën e Kosovës. Krahas kësaj fushate, realisht ka qenë si temë paralele edhe mbështetja e diasporës. Ku qëndron Partia Demokratike e Kosovës në marrjen e besimit nga mërgjimtarët tanë që jetojnë jashtë dhe që pritet edhe janë në lugën e ardhës në vendinje? Në radhë të parë, bashkëmbasëve tonë diasporë, i urojmë rrugë të mbarë drejt Kosovës, i urojmë shëndet,
ju urojmë për festat e fundvitit. Jemi në dijeni që një pjesë e madhe bashkëqytetarëve tonë nga diaspora do të marrin rrugën për të festuar në Kosovë dhe për ndarë pushimet me miq e me familjarë që janë në Kosovë. Partia Demokratike e Kosovës ka bërë organizimin, sepse siç e dim në bazë të ligjit për zgjedhjet, një pjesë e qytetarëve kanë vendosur të votojnë dhe ju kanë shkuar tashmë zarfët me flet votime, kanë realizuar të drejtën e tyre të votimit dhe një pjesë tjetër do të vendosin që të vinë fizikisht. Uroj që të vinë shëndoshë mirë, uroj që të marrin pjesë masëvisht në zgjedhje, sepse është e drejtë e tyre dhe ata duhet të zgjedhin për njeriu i cili kur të vinë vitin tjetër do të shohin ndryshimet e prekshme në vendin dhe në dhemën e tyre, pra Kosovën, ku familjarët e tyre që janë në Kosovë do të jetojnë një jetë shumë më të mirë, me një ekonomi më të mirë, me një arsim më cilësor, me një shëndetësi më të mirë. Dhe nuk do të jenë të obliguar më që qytetarët nga Kosova të kërkojnë kushte apo të kërkojnë mjete nga bashkëdhetarët tonë që janë në diasporë, qoftë për shëndetësi e qoftë për arsim më të mirë. Dhe këtë e garanton programi Bedri Hamzës dhe Bedri Hamza si kryeministër, dhe kjo do të jetë rasti më i mirë që diaspora të votoj Bedri Hamzën për kryeministër, Partinë Demokratike në mënyrë që siç qëndrojnë sot autostradat, aeroporti dhe shumë projekte tjera, kur të vinë të shohin të realizuara dhe projekte të tjera të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e mirëqenies edhe jetës së qytetarëve. Lodrim, edhe si qytetar, edhe si kandidat për deputet në Kuvendin e Kosovës, si e keni parë 5 vite qeverisje nga zoti Kurti? Si do ta kishe përkufizuar me 2-3 fjali? Qeverisja e zotit Kurti ka qenë qeverisje përqarse, polarizuese, akuzuese, pa rezultate dhe dëmshme për Republikën e Kosovës. Si në arenën ndërkombëtare, ashtu edhe në arenën e brendshme vendore. Temat të cilat kjo qeverisje i ka premtuar dhe i ka realizuar, nuk është marrë fare me to. Ajo është marrë me ngjarje të tjera, të cilat secila qeveri do të merrej dhe ka harruar premtimet mbi çka është ngritur dhe mbi çka ka fituar besimin për të udhëhequr institucionet e Republikës së Kosovës. Dhe kjo dukuri duhet të marrë fund dhe Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje duhet të shkojnë në pushim të gjatë të opozitës për të shikuar se si Bedri Hamza dhe Partia Demokratike e Kosovës do t'i ndërtoj edhe do t'a zhvilloj Republikën e Kosovës me paga më të mira, zhvillim më të madh të Kosovës. Jeni kandidat, po ashtu jeni në teren shumë aktiv, cilat janë pritjet e Partisë Demokratike të Kosovës për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ku synon Partia Demokratike e Kosovës? Partia Demokratike e Kosovës, ashtu siç është rritur në Prishtinë, Partia Demokratike e Kosovës po rritet edhe në komuna të tjera. Dhe Partia Demokratike e Kosovës, kjo rritje është e pandalshme, sepse personat, programi, kandidati për kryeministër, kandidat për deputet, janë të gjithë persona me kredibilitet dhe profesionalizëm, të cilët i flasin dhe janë afër qytetarëve të Republikës së Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës këto zgjedhje garon për të fituar kryeministrin dhe unë jam i bindur që kryeministri i Republikës së Kosovës do të jetë zoti Bedri Hamza, sepse është në të mirë të Kosovës, është në të mirë të qytetarëve, është në të mirë të zhvillimit të Kosovës. Zotë Ratë Koçi, faleminderit për kohën dhe opinionin e dhënë. Ju urojmë suksese në garën zgjedhore. Faleminderit Rasim, kënaqësi që ishim. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.